Thaçja na ishte dikur kujton artisten e paharuar Huaida El Saed. Jeta, arti dhe rrëfimi i një gruaje që sfidoi kufit. Huaida El Saed ishte një nga figurat më të veçanta të skenës shqiptare dhe europiane. Me një jetë të mbushur me art, sfida, vullnet të hekurt dhe histori familjare që te i kalon kufit, ajo u shtrëndrua në simbol të talentit dhe forcës së gruas shqiptare në botë. E lindur në Tiranë në vitin 1975, nga një nën shqiptare dhe baba sudanez, Huaida rriti brenda vetes kulturat, ngjyrat dhe historitë e dy kombeve. Ishte kjo përzierje që i dha asaj atë origjinalitet të rrallë, që më pas do të reflektohej në çdo hap të karrierës. Arti, studimet dhe formatimi i një personaliteti të kompletuar. Rruga e saj drejt artit nisi herët. Në shkollën artistike Jordan Misja, ajo zhvilloi themelet e para të formimit estetik dhe krijues, ndërsa më vonë vazhdoi studimet në Universitetin e Tiranës. Ajo e pasuroi formimin e saj edhe me një master në bashkëpunim ndërkombëtar të drejtat e njerëzit dhe politika evropiane në Universitetin e Romës, një zgjedhje që tregonte qartë horizontet e saj të gjera që shkonin përtej artit. Në ekranet shqiptare, ajo u bë e njohur si moderatore e programeve si Një këngë për ty në Top Channel, si dhe në Festivalin Kombëtar të RTS-s, ku fitoi respekt për qetësinë, elegancën dhe profesionalizmin. Letërsia, kur ngjyra e lëkurës u kthye në zë. Romani i saj i parë, Ngjyra e lëkurës time, 2000, ishte një reflektim i thellë mbi identitetin, përkatësinë dhe paragjykimin, një histori që vetëm dikush me përvojën e saj mund ta rrëfente. Në vitin 2006 botoi romanin e dytë, Maska e zemrës, duke konfirmuar talentin e saj si shkrimtare. Përmes tyre, Huaida trajtoi çështje sociale që shpesh i nxirrte në pah edhe me artikujt e botuar në gazetat Shqip, Panorama dhe Tirana Observer. Nga Shqipëria në Francë, një karrierë evropiane. Pas viteve të para të karrierës në Tiranë, Huaida u largua drejt Francës, ku hiri në një tjetër etapë të jetës, televizion, balet, kërcim, sken dhe kamera. Ajo u bë pjesë e disa prej kanaleve më të mëdha televizive franceze, si France 2, TF1 dhe M6, duke marrë pjesë në spektakle koreografike, spote dhe produksione artistike. Baleti ishte pasioni që ajo e çoi në një tjetër nivel. Interpretimet e saj u bën pjesë e projekteve të artistëve ndërkombëtar, si Lara Fabian, Mos, Donna Summer, Nigel and Marvin, Alize, Florent Pagny, Feza dhe Etienne Daho. Huaida shkëlqeu gjithashtu në reklama televizive në Francë, Belgjik dhe Portugali, duke u bërë një fytyrë e njohur në botën e modelingut dhe marketingut vizual. Ajo ishte një artiste që lëvizte lirshëm mes letërsisë, medias, vallëzimit dhe aktivizmit, mishërimi një gruaje moderne, të guximshme dhe të pavarur. Rrëfimi prekës i prejardhjes, një histori me rrënjë të thella. Në një nga intervistat e saj më të sinqerta, Huaida tregoi historinë e familjes së saj, një sag që nis nga Sudani dhe Turqia, ndërthuret me Shkodrën dhe e gjen kulmin në Tiranë. Ajo rrëfeu historinë e stërgjyshit sudanez që u vendos në Durrës si peshkatar, dashurinë e tij me një vajzë turke, familjen prej 15 fëmijësh, gjyshen këngëtare të Filharmonisë së Shtetit dhe dashurinë që solli në jetë nënën e saj. Në këtë rrëfim prekës, ajo foli edhe për ndarjen nga babai për 16 vite, për shkak të procedurave të kohës dhe presioneve të pushtetit. Takimi i tyre i vonuar, kur ajo tashmë ishte në vit të 4 të shkollës, mbeti një nga momentet më prekse të jetës së saj. Huaida jam babai yt, kujtonte ajo me slotesh, një frazë që i ngeli përgjithmonë në zemër. Ndarja nga jeta. Më 23 nëntor 2021, Huaida El Saed u nda nga jeta në moshën vetëm 46 vjeçare, pas një beteje të gjatë me një sëmundje të rëndë. Ajo mbylli syt në një spital në Luksemburg, duke lënë pas një trashëgimi të pasur artistike dhe njerëzore. Sot, kujtimi i saj mbetet i ndritur. Huaida ishte dhe do të mbetet një nga figurat më të dashura dhe më frymëzuese për publikun shqiptar. Një artiste shumë dimensionale, një vajzë me rrënjë të thella kulturore, një grua që jetën e sfidoi me forcë dhe elegancë. Për më shumë video të tilla, abonohuni në kanalin Na ishte dikur.